Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Zëvendës kryeministri i parë dhe njëherësh ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Glau Konjuca, në vijim të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është takuar me komunitetin shqiptaro-amerikan në New York. Kronike e kolegut Halil Mula. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Glau Konjuca, takoi shoqatën Peja në New York. Kryetari i shoqatës, Raymond Zeka, e njoftoi për aktivitetin e shoqatës. Kompania juaj këtu tregon edhe një bashkëpunim mes institucioneve të Republikës Kosove që në kohë të fundit janë shumë mirë program me diasporën këtu, ku besojmë që edhe tanë me bashkëpunimi ka me vazhdu, edhe gjitha ato brenga tona, gjitha ato pyetje përgjigjet që i kërkojmë të gjejmë mes neve normal, fabulën shtetit tonë dhe kombit tonë. Kontributi jonë edhe kryesor ka qenë rujtje në vlerat kombëtare, gjuhës, traditave, kulturës, gjithashtu kena punu edhe integrimin e komunitetit tonë në shoqërinë amerikane. Shteti i Kosovës është gjithmonë pranë juve dhe çka do që kemi nevojë për njëri tjetrin, tonë mendoj që do t'i gjindemi njëri tjetrin. Tash po ashtu të njëjtën kohë konsideroj që ndonse aktiviteti shoqatave ka pas një kontribut i cili është i pamatshëm në kuptimin pozitiv të fjalës për komunitetin tonë këtu. Po të njëjtën kohë mendoj që kemi nevojë për një organizim të ri të mëgatës e cila është me nivel i ri i organizimit. Pra me këtë po e mendoj që ta krijojmë një koncept të ri, një ombrell të re, kështu ku do të përfaqësoheshin ato shoqata që janë shumë aktive, më aktive që i kemi, po jo vetëm në New York, po më në diçka për Shëban. Po pastaj shteti i Kosovës do të qëndronte shumë operativ organizimi dhe do të bënte gjithçka në formë të koordinuar. Edhe që shështrojmë në interesin kombëtar, edhe cilat janë ato synimet cilat i kemi ma urgjentet, ma strategjiket për kombin tonë. Me këtë rast, me një minutë heshtje, u ndërrua miku i madh i shqiptarëve, kongresisti Elliot Engel, i cili u nda nga jeta ditë me parë. Ministri Konjuca takoi edhe ish kongresistin Gjo Diogardi me Ligën Qytetare Shqiptaro-Amerikane, Këshillin për Marrëdhënie Shqiptaro-Amerikane dhe shoqatin Struga.